Janari njihet si muaji i blu, një periudhë kur shumë njerëz ndihen më të lodhur emocionalisht, më të heshtur dhe më të vetmuar. Pas ritmit të festave, realiteti rikthehet dhe bashkë me të edhe ankthi, pasiguria apo mungesa e motivimit. Por është e rëndësishme ta dim që këto ndjenja janë normale dhe të përkohshme. Të flasësh për atë që ndjen nuk është dobësi, por guxim. Të kërkosh ndihmë është një hap drejt kujdesit për veten. Në këtë janar blu, le të japim më shumë vëmendje shëndetit mendor, të dëgjojmë njëri tjetrin dhe të jemi më të butë me veten, sepse çdo mendje meriton paqe dhe çdo njeri meriton mbështetje. Ndonse kjo ditë është dukur shumë pozitive, ju e keni parë që ne kemi nisur me të qeshura së bashku me Florencën dhe Syrianin, për shumë kënd tjetër mund të jetë edhe një ditë e vështirë, mund të jetë një javë vështirë apo mund të jetë ndoshta edhe një muaj shumë i vështirë për sa i përket shëndetit mendor. Jemi në studio me Ariola Marrëm, psikologe, është kënaqësi shumë që jemi së bashku e dashur. Kënaqësia ime. Për të kuptuar se çfarë mund të bëjmë ne, unë dash një hile të vogël që e kam mësuar me kohën, për çdo mendim negativ të mundohemi të japim vetes si mendim pozitiv. Çfarë mund të bëjmë në këtë janarin blu? E rëndësishme fillimisht është të kuptojmë pse të gjithë ndihemi kështu në janar fillimisht. Është muaji i parë i vitit, është muaji në të cilin të gjithë kemi lënë shumë gjëra për këtë janarin e famshëm, do filloj palestra në janar, do bëjmë organizuar puna e gjithë të tjerat. Pas një viti ku kemi pritur me padurim ato festat, atmosferën, miqt, familjar, që ndoshta dhe jetojnë jashtë, kretë papritur me datë 1-2, bie me njëherë ajo perdja festive. Të zbukurimet avash fillojnë duke u zhveshur nga ai emocioni që ne i veshim dhe jemi vetëm ne dhe ato planet që kemi lënë për janarin. Fillimisht do sugjeroja që të gjithë njerëzit të kuptojnë që kjo është një ndjesi normale, është një emocion universal që e përjeton çdo njeri në botë, kush më shumë, kush më pak, dhe fillimisht nuk duhet të shqetësohemi se çfarë po ndodh. Një këshill tjetër që do jepja për këtë pjesë është që jo çdo gjë ta lëmë për janar dhe mos të krijojmë agenda apo pritshmëri shumë të larta, sepse kuptohet që trupi ka nevojë për kohën e vet për të rikthyer sërish në motorin e punës dhe rutinës së përditshme. Ka një diferencë apo një dallues midis një rënje të humorit, luhatjet humorit, që praktikisht është e përkohshme, mund të zgjas disa ditë, ndoshta edhe javë, me fazat e para të depresionit apo një rëndesë më të madhe psikologjike që praktikisht kthehet në diagnozë mirëfillt. Atëherë, nëse do flasim për një diagnozë, për ta diferencuar nga një situatë normale që mund të ndodhë secilit, jo vetëm në janar, por mund të ndodhë në çdo periudhë të vitit për shkak faktorë të ndryshëm të jashtëm. Diferenca e diagnozës me një situatë normale është kur për një kohë të gjatë një individ fillon të neglizhojë detyrat të rëndësishme të tij si individ. Dikush ka shumë të rëndësishëm mbarvajtjen e punës, të familjes. Kur ti fillon të kuptosh që avash nuk po kryen dot detyrat e tua si njeri, si individ, si familjar, si bashkëshort, apo thjesht si një punësuar, kjo do të thotë që duhet të fillojmë të shqetësohemi pak më shumë. Është okay kur ti nuk funksionon mirë në një nga rolet që ti mbart, por nëse avash ti fillon të çedosh në të gjitha detyrat e tua, ndoshta është momenti për të kërkuar pak më thellësisht se çfarë po ndodh. Pra diferenca e diagnozës me një gjendje normale është kur ato detyrat e tua të mëparshme bëhen shumë të vështira dhe fillojnë të dështojnë. Pra nuk po flasim që zgjohem në mëngjes dhe me zor pres e kam të vështirë të zgjohem apo të iki në punë. Por ti nuk shkon realisht në punë. Pra e neglizhon punën, neglizhon detyrat e shtëpisë, neglizhon higjienën personale, neglizhon marrëdhëniet e tua të rëndësishme. Pra nuk po flasim thjesht për mendime, por po flasim dhe për veprime. Pra kur këto ide që ti ke në kokë marrin jetë dhe realisht të prishin gjithë mbarvajtjen e ditës. Ariola, është ky muaj i duhur për të marrë vendime të rëndësishme? Ne folëm pak më parë për vendimet vogla, si që është të nisësh palestër, apo të nisësh një dietë ushqimore, por nga ana tjetër, ka shumë individ që mund të zgjedhin që të lënë dhe punën edhe të ndrojnë profesion në këtë muaj. Okej. Pjesa më e madhe ndryshojnë punën në janar se presin pagën e 13 në dhjetor, por gjithsesi. Okej. Pra ka një qëllim aty. Për te shakas. Mendoj që
kjo nuk ka të bëjë më shumë nëse duan marrë apo jo vendime në janar, sepse është diçka shumë e përgjithshme që nuk më lejon intelekti të them mos merr vendime në janar. Por nëse ti shikon që kjo ndjesia e lodhjes dhe neglizhencës në total është bërë pak më e theksuar se zakonisht, është mirë të presim për një moment të dytë. Ka dhe individ të cilët nuk e përjetojnë këtë gjën, janë më të mësuar me vetmin, ndoshta më të mësuar me faktin që festat ndonjëherë janë dhe pak një iluzion, dhe nuk e përjetojnë kaq shumë sa një pjesë tjetër dhe është shumë okej, ata janë të kthjellët mjaftueshëm për të marrë vendime. Më kupton, nuk mund të them që është nuk është përcaktuar ky muaj pikërisht për të vendime. Por nëse ti e shikon që po e përjeton këtë Blue January më shumë se të tjerët dhe shikon që nuk je mjaftueshëm me kthjellat, është mirë të presësh pak. Mirë, me të drejtë, nga narrativa jote, më ngacmove dhe përpyetjen që do bëj, por ka disa njerëz që i shijojnë maksimalisht festat, në zi presi, janë shumë entuziastë, i shijojnë, i marrin më të mirën. Por ka disa njerëz të tjerë të cilët ndoshta festat në përgjithësi nuk i përjetojnë as pak. Madje ka një efekt të kundërt tek ata, i mërzisin, i trishtojnë, i bëjnë më të mbyllur, më indiferent. Çfarë mund të themi për këta njerëz? Dhe si është janari për këta? Siç është Blue January, është dhe Blue Christmas ose Blue New Year, sepse ka disa njerëz për të cilat festat mund të jenë një rikujtesë të gjërave që ata po vuajnë ose kanë vazhdueshëm mangësi. Një target grup i cili vuan shumë festat, janë target grupi të cilët janë në grieving, janë në zi për humbjen e dikujt, për humbjen e një marrëdhënieje, për humbjen e një pune të rëndësishme, sepse festat janë momenti që t'i kujtojnë këto gjërat. Është momenti ku të gjithë mblidhen dhe ka njerëz që realisht dhe vuajnë pak ankthin dhe social dhe i kanë pak të vështira këto mbledhjet kolektive, sepse në dhjetor ka shumë mbledhje kolektive, është festa e punës, vizitat në përshpira dhe ka njerëz që nuk i përjetojnë mirë. Dhe me zor presin janarin për të kthyer në pra, janari për këta është më entuziast. Po, sepse komfort zoni i tyre është rutina, ajo motori i punës, ndoshta pa shumë ngacmime sociale. Dhe normalisht e kanë më të thjesht të vazhdojnë në komfort zonin e tyre se sa të jenë gjatë gjithë kohës të triggered nga të ngacmuar pra nga. Duke qenë se po e ndeshim gjithmonë më tepër tek të rinjt një vetëdijsim për sa i përket ankthit edhe atakut panikut. A ka një metodë që ti na e sugjeron për ta kontrolluar ankthin, për ta menaxhuar, sidomos kur jemi në hapësira publike dhe nuk jemi vetëm? Ka disa tipologji ankthi. Është ankthi generalizuar, i cili shpërndahet në aspektet të ndryshme të vetes tonë, është dhe ankthi social i cili reflekton më shumë kur ti je përballë grupeve të mëdha sociale. Në të dyja rastet, rasti i dytë është pak më specifik dhe ka terapi të ndryshme pak më specifike, janë terapitë e ekspozimit, ato të cilat mund të ndihmojnë pak më shumë. Ndërsa në rastin e ankthit të generalizuar, që le të themi është dhe problem pak më në mas, në ditët e sotme, është më i përhapur. Mënyra më e mirë për ta menaxhuar fillimisht është vetëdijsimi. Ju e përmendët pak që ka filluar që njerëzit të kërkojnë informacion, të vetëdijsohen, por është shumë e rëndësishme, sidomos në rastin e ankthit, që ky vetëdijsim të ketë një burim shumë të sigurt informacioni. Sepse në rastin e ankthit, momentin që ti merr një informacion të gabuar, mund të ta shtoj më shumë anktin. Pra duhet të sigurohesh. Po flasim për të rinj që sot ka nisur të komunikojnë edhe me ChatGPT-n për sa i përket atyre problematikave që mund të kenë me shëndetin mendor, nuk e sugjeron as pak të sjellje. Shiko, ChatGPT me ato tentativat që kam bërë unë, nuk mendoj që jep informacione tërësisht gabuara, por normalisht nuk është një informacion i besueshëm sepse nuk mund të rely, nuk mund të mbështetesh në teknologji për këtë gjën. Është shumë e rëndësishme që të ketë një burim informacioni shumë të sigurt, sepse çështja me ankthin është
që ti të arish në një diagnozë ose në një mirë konceptim të kësaj që ti po përjeton, është shumë personale. Pra nga se i vjen njëri dhe se si e manifeston një njëri, nuk e manifeston tjetër. Dhe në rastin e qatit, a i jep një informacion të generalizuar dhe sugjerimet e ti janë të generalizuara. Ndërkohë që me një individ i cili arrin të kuptoj më shumë në kontekst, mund të jetë le të themi një background apo një punë më e personalizuar për atë që ty ta shkakton dhe mënyra më e mirë për ty për ta menaxhuar. Pra, dërguesi praktikisht është një individ me emocione dhe marrësi duhet jetë po ashtu një individ me emocione. Sepse çdo gjë që lidhet me psikologjinë, duke filluar që nga stresi dhe nga ankthi, është interpretimi i simptomave që ti ke. Dhe kjo është diçka që kërkon kontekst, dhe patjetër që duhet diçka humane, njerëzore për ta... Pikërisht, dhe prandaj lind nevoja e profesionistëve të fushës dhe e psikologëve. Patjetër. Që fatmirësisht në Shqipëri tani më gjenden lehtësisht. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë e dashur. Shumë faleminderit edhe për ju një vitin mbar. Vitin mbar. Mirë, publikut i themi qëndroni me ne, sepse me zritën sot e mbyllim bukur. Me këngë vallë. Me këngë vallë. Që ja kemi zbuluar për këtë fjalë, por qëndroni me ne, pas pak jemi live prapë.